Të dashur miq, sa hapësirat përbashkët të rrjetit social. Ky që po ju postoj nuk është një material elektoral, po një album modest kartolinash për ju, në mbyllje të vitit dytë të përpjekjes sonë dhe në vigjiljet një viti të ri, vendimtar në rrugën e reformave për të lindur Shqipërinë. Është një përmbledhje e thjeshtë e të vërtetave të punës këmbgulse që kemi bërë deri tani, për të merituar besimin e madh që populli shqiptar na dha 2 vjet më parë. Si çdo punë, edhe kjo e jona, madje sidomos kjo e jona, nuk mund të jetë patmeta, dobësi, gabime, të cilave s'kemi pse u frikemi, për sa kohë punojmë me zemër dhe këmbgulje të madhe për një qëllim kaq të lartë sa ylli. Rëndësi ka të jemi gjithnjë të vetëdijshëm për to dhe të vazhdojmë përpara, duke përpjekur në çdo hap të përmirësohemi për të bërë më shumë. Dhe ju siguroj se jemi të vetëdijshëm dhe shumë të vendosur. Unë e di fort mirë se kur gjërat nuk shkojnë mirë në jetën e shumë kujt ndër ju, ku ka ende jo pak nga ju që nuk shohin ndryshim të drejt për drejt në jetën e familjes së tyre, kur për jo pak për jush padrejësia bëhet ende pengesë për të ecur me sukses më tutje në rrugën e jetës, është e vështirë që një album si ky të shfletohet pa pyetur, po unë ku jam këtu? E di mirë po ashtu se përgjigja, sado e vërtet e thjeshtë, rimëkëmbja i shtetit të rënuar se ai që morën mbi shpatulla vetëm 2 vjet më parë, s'është as punë e lehtë as punë e shpejtë, nuk mund të mjaftojë. Prandaj nuk do të jap këtu këtë përgjigje kujt ndër ju e bën atë pyetje. Por do t'i kërkoj përgjithsisht që këtë përmbledhje ta lexoj siç është, një tërësi faktesh dhe shifrash, që provojnë se investimi i besimit shqiptarëve tek ne është kthyer në arritje dhe rezultate me rëndësi, të cilat nuk janë kurse si të mjaftueshme, po janë padyshim një dëshmi bindse e vlerës që puna jonë ka pasur deri këtu në të mirë të vendit tonë dhe në funksion të ndërtimit të një shteti serioz. Dhe pikërisht sepse plot për jush nuk e gjejnë veten e tyre ende mes kartolinave të këtij albumi, vitin që vjen ne do t'i çojmë më tutje dhe do t'i çojmë më tutje, me edhe më shumë kurajo, forcë dhe shpejtësi, e mbi të gjitha me durim të madh, reformat për të pastruar më tej Shqipërinë. Në fund, duhet t'ju siguroj të gjithëve se do dëshiroja shumë që këto fjalë dhe shumë çka tjetër t'ia thosha secilit për jush, sy më sy, pasi ta përqafoja vëllazërisht, duke i thënë me gjithë zemër, kujdo që nuk ndjehet mirë, më fal që rruga jote apo e familjes tënde nuk është pastruar ende nga pengesat e ngritura gjatë kaluarës. Gëzuar vitin e ri 2016, motra e vëllezër, kudo ku jeni, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Preshev, Maltëzi, në Europë e përtej saj. Sinqerisht me ju dhe për ju, ju uroj gëzuar.